së rej në raport me Bashkimin Evropian? Po së pari të rikujtoj se jo vetëm përfaqësuesa e lartë Kaja Kallas, por edhe komisionerja për zgjerim Marta Kos, bashkarisht kanë lëshuar një deklaratë për këto zgjedhje. Kanë thënë se mënyra se si u zhvilluan këto zgjedhje dëshmon një përkushtim ndaj parimeve demokratike. Një gjë të tillë nuk e thon shpesh për vendet e rajonit, prandaj vërtet Kosova vazhdon të jetë shembull në këtë aspekt. Natyrisht, për shumë njerëz në BE, fitoria vetëvendosjes nuk është befasi, por rezultati i tillë mund të jetë befasi. Unë kam thënë disa herë se përkundër faktit se disa zyrtarë ndërkombëtar kanë pasur probleme në komunikim me zotin Kurti, ata nuk kanë pasur preferenca se kënd do ta donin ta shihnin si fitues, dhe tash ky rezultat kuptohet madje edhe si lehtësim edhe për ta, pasi që pothuajse garanton daljen nga gërçi politik, gërç i cili ndikoi edhe në zhvillimet brenda Kosovës, por edhe në raportet e Kosovës me bashkinë ndërkombëtare. Ja, zonja Kos nuk e ka vizituar fare Kosovën, që është pothuajse një presedant që një komisionere për zgjerim për më shumë se një vit të vizitoj të gjitha shtetet post një shteti me të cilat mirët, por shpesh kemi hasur në përgjigje se atje s'ka pasur me kënd të takohej, sepse qeveria nuk kishte legjitimitet të plotë. Tash janë të vetëdijshëm se do të ketë Kosova shpejt konstituim të kuvendit dhe një qeveri e cila do të ketë një legjitimitet të plotë dhe e kanë shprehur edhe në këtë deklaratë se duan që sa më shpejt të rifillojë puna dhe të vazhdojë bashkëpunimi. Sa i përket porosive, Bashkimi Evropian përmes kësaj deklarate ka rikujtuar se dëshiron tash formim sa më të shpejt të institucioneve dhe posa të konstituohet parlamenti, të ratifikohet marrëveshja për planin e rritjes, pra janë marrëveshjet për kredi dhe mjete, në mënyrë që të avancohet menjëherë me pagesa. Jo rastësisht në këtë deklaratë përmendet fakti se plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor ka kufizime kohore, 2 vjet tashmë shkuan, sepse është për periudhën 2024-2027, kanë mbetur edhe vetëm 2 vite për të shfrytzuar këto mjete, e 2 janë humbur. Prandaj edhe nuk është rastësi se është përmendur kjo. Në anën tjetër, thirret për të përmbushur të gjitha obligimet nga dialogu pa vonesa dhe pa parakushte, është përsëritja e thirrjeve që janë dëgjuar si për Kosovën ashtu edhe Serbinë edhe më parë, dhe ato nuk paraqesin një risi. Mirë po, rikujtimi se Bashkimi Evropian tashmë është duke i hequr masat, është po ashtu një sinjal se Kosova tash do ta ketë një moment pozitiv. Kjo është ajo, po... Zoti Ramosaj ka një pyetje nëse bën... Po. Me gjithë respektin që kam për analizat tua shumë racionale, dëshiroj të ju pyes me një sinjal, ndoshta ishte mjaft, është sinjal konstruktiv i bashkësisë ndërkombëtare, heqja apo largimi i disa masave që i rënë Kosovës këto ditët e fundit, apo ishte rastësi apo moment politik, apo deshti dikush që në një farforme të arsytoj krejt veprimet e njanshme që i kishte bërë qeveria Kurti. Sepse unë mendoj ende se një pjesë të votave që ka marrë sot Kurti ka marrë edhe si rezultat i ndryshimit të politikës evropiane, karshi Kosovës në raport me heqjen e këtyre masave që ishin mjaft sankcionuese apo kufizuese që shprehen në mënyra të ndryshme, edhe pse Bashkia Ndërkombëtare ose BE-ja ose Këshilli i Evropës nuk ishin as transparent me qoftë me Kosovën, qoftë me akteret. A është kjo, edhe njerë pyetja është mjaft konkrete, a i ndihmoi kjo Kurtit, a është bërë kjo me qëllim në këtë periudhë, apo është diçka tjetër? E vlerësoj shumë përgjigjen tuaj. Po, faleminderit, do jem shumë konkret në përgjigje, në fakt jo për të shprehur mendimin tim, po për të përcjellur atë që thuhet në strukturat e Bashkimit Evropian. Pra, vendimi për heqjen e masave është miratuar para pothuajse më shumë se gjysmë viti. Rekomandimi dhe konstatimi se Kosova i ka përmbushur kushtet për heqjen e tyre ishte dhënë para më shumë se një viti. Dhe nëse ka pasur ndonjë tendencë për të lidhur me zgjedhje,
atëherë ka qenë kërkesa që ato të mos hiqen para zgjedhjeve. Dhe ato nuk janë hequr para zgjedhjeve, janë hequr vetëm 3 apo 4 masa për 3 apo 4 projekte, për arsye të thjeshtë. Po të mos ishin hiqur para një jave, ishin mjaft signifikante ato masa, sepse këtu janë interpretuar në Kosovë si faktikisht nga lëvizja vetëvendosja ose këta përfaqësues të tyre se ja na fituam karshi bashkisë ndërkombëtare në raport me veprimet të njanshme ose veprimet e veçuara. Mu për atë a ishte kjo një moment që ka ardhur vetë, apo qëndron diçka mbrapa perdeve? Për ata isha shumë... Isha duke sqaruar, në Kosovë ka interpretime nga më të ndryshme dhe nuk do të hyj në interpretimet që bëhen në Kosovë, kush ka fituar karshi bashkisë ndërkombëtare, kush jo me veprime të njanshme. Pra ishte fakti se mjetët diku rreth 34 milion euro prej pas nesër do të humbasnin për Kosovën, sepse janë të dedikuara nga projektet që nga viti 2021. Ato mjete do të humbeshin përgjithmonë. Prandaj për ato 4 projekte, 4 programe janë hequr masa. Për të tjerat është marrë vendim që të hiqen, por fjala është për heqen në mënyrë që Kosova të mund të paraqesë programe. Janë pak më afatgjate dhe ka kohë për të shfrytzuar. Pra, në asnjë mënyrë, askush nga Bashkimi Evropian nuk ka dashur të ndërhyjë në këto zgjedhje, për më tepër nëse ka pasur tendenca, ka pasur që të mos hiqen para zgjedhjeve. Këtu duhet të them edhe një gjë, se presidenti Osmani vërtet e ka shfrytzuar si duhet atë darkën që kanë pasur liderët e Ballkanit Perëndimor me liderët e BE-s, dhe gjatë asaj darke presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen është shprehur drejt heqjes masave tjera që kishin mbetur, pra ato 205 milion euro, krahas 216 milion euro që janë liruar për të paraqitur projekte. Strukturat brenda komisionit nuk kanë dashur që ajo të dilte me një deklaratë të tillë, por pasi ka dalur, tash avancojnë drejt heqjes së masave. Pra vazhdon kjo heqje të jetë graduale, ashtu siç kishte paralajmëruar Bashkimi Evropian kohë më parë. Natyrisht gjithmonë nga veprimet e bashkisë ndërkombëtare, nga deklaratat e liderëve të ndryshëm, partitë politike në Kosovë të gjitha mundohen të përfitojnë, qoftë duke kritikuar kundërshtarin politik pse nuk po lëshon pe, apo pse e ka shkaktuar një konfrontim me miqtan ndërkombëtar. Dhe këtu mendoj se do të jetë tash në të ardhmen një sfidë për qeverinë e ardhshme, që padyshim do të jetë qeverisje e vetëvendosjes,